edhe nëse gjykata arrin ose del me konkluzionin që nuk besoj që ban atë gabim as drastik, që me dënue themelusit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, drejtuesit e luftës, edhe themelusit e shtetit Kosovës, edhe drejtuesit e shtetit Kosovës, nëse gabon gjykata e i dënon me akuzën për krim ndaj njerëzimit, Kosovës i hapen shumë probleme. Se asë një luft nuk e njeh historia që në cilën është bo krim ndaj njerëzimit edhe është mbi bazën ose mbi rezultatet e asaj lufte ka orë liria, pavarësia edhe është pol një shtet i pavarur. Kështu që na shqiptarë duhet me qenë të vëmendshëm. Mendoj që jemi në atë fazë, na jemi vanu se gjykata ka punu që 5 vjet, 6. Institucionet tona të dy shteteve shqiptare, dhe na shqiptarët përgjithësi jemi vanu që është dashur me marrë një ofanzivë diplomatike kudo në shtetet botës, se posaçërisht në këto shtete që e financojnë atë gjykatë, jemi u bë me dije se një gjykatë e tillë mund të damtoj jo vetëm neve, reputacionin e imazhin luftës tonë, shtetit tonë, po të njëjtën kohë do të damtoj edhe imazhin e gjithë atyre që kanë luftuar në krahun tonë, e që në onën secili prej tyre mund të quhet pjesëtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës, se duhet me pas parasysh na edhe vetë bota, rasti i Kosovës ka qenë unikat, në një shtet vogël me 11.000 km2, me 2 milion banor, një superficia ma modha ushtarake, me pajtimin të gjithë anëtarëve të saj, me bombardue një shtet tjetër për me arritë populli i Kosovës me fitu lirinë dhe pavarësinë. Na jemi në rrugën e drejtë, po drejtësia vjet në jetë, atëherë kur na punojmë me vu drejtësinë në jetë. Drejtësia nuk ka me na ardhë gratis. Jo. Edhe tash jemi vanu, po nëse shtetet tona, qeverit tona, edhe na kudo që jemi nuk ndërmarrim një një fushat të fortë diplomatike, edhe me u bë me dije botës, me u bë me dije edhe vetë gjykatësve që pretendimet e prokurorëve janë qëllimkësia, edhe nuk bazohen në realitetin në për të cilin kanë kalu pjesëtarët të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Edhe diçka që ka shumë e rëndësishme, na duhet na shqiptarët me u mësu edhe kam bo apel ma përpara, po po apel edhe tash. Shqiptarët ku do jemi e posaçërisht në Kosovë, duhet ta mbledhim forcën e nemën të lirisë e pavarësisë Kosovës, edhe lirisë edhe prosperitetin shqiptarëve ku do jemi. Duhet ta mbledhim forcën gjitha ato familje të cilat kanë pas fatin që gjatë luftës ose pas luftës me hub ma dashurit e tyre, që ata kanë qenë ma dashur dhe për vetë popullin e Kosovës se kanë punu për lirinë e pavarësinë e Kosovës. Po na duhet ta mbledhim forcën edhe të shtrim dorën e pajtimit, pa marrë parasysh se na për momentin nuk dim ndoshta saktësisht si ka ardhur deri te vrasjet e tyre, por duhet si popull në emër të lirisë, pavarësisë, në emër gjeneratave që vinë të gjejmë forcën edhe t'ja falim popullit. T'ja falim popullit edhe ta hekim atë barë në të cilin familjet çdo herë vujnë. Ndërsa subjektet politike nga njëherë edhe mund t'i keqpërdorin në emër të vota, në emër të interesat të grupit ose të partive politike, o nuk mendoj që ata njerëz duhet të jenë aset i lojnave politike. Po të njëjtën kohë nuk meritojnë as familjet që në çdo zgjidhje ose në momente kur subjektet politike kanë interesa të caktuara t'i hapin ato probleme. Këta e kërkoj në emër të gjithë shqiptarëve, po e kërkoj pse vjedhen nga një familje që këtij populli i kemi falë 3 gjaqe kur është dashur edhe është kërku prej popullit. Edhe këta nuk e kemë bërë na,
vetëm për këta e kanë bo një familje shqiptare në Kosovë, në përbot ku do jemi. Ashtë koha të punojmë në pajtimin e shqiptarëve. Nuk ashtë koha të radhitmi nga njeri apo krahi tjetër. Na e kemi rrugën e trasume, të punojmë për shtetet tona, të punojmë për popullin tonë, e t'i lojmë manipulimet në për të cilat, po mendoj ka njerë po bim shumë letë manipulime, ose politikës, ose tamë liderëve të natyra të ndryshme, ashtë koha të ulmi në tavolinë, të shojmë ku janë problemet tona, e të i kalojmë probleme. Vllazën jemi, të gjithë kemi obligime, qoftë ndaj shteteve, qoftë ndaj familjeve tona, fillojmë për familjeve tona. Për me konë familjet tona mirë, duhet me qenë populli jonë mirë. E për hir të asajna, mos t'i bojmë temat cilat mund t'i zgjedhim në tavolinë, mos t'i maltretojmë edhe mosat në për portalet, t'i përqojmë popullin, të tregojmë një kulturë që nuk është vërtet kultura jonë. Sa është kultura jonë me ofendu njëri tjetrin, sa është kultura jonë me harxuar energjinë në përçarje. Është moment që na tulme në për tavolina dhe të shohim cilat janë problemet që kërkojnë zgjidhje urgjente. Zoti Mekel, ju faleminderit për këtë analizë sa me zemër dhe me shpirt për të parë Kosovën të ecë përpara drejt bashkimit evropian, drejt bashkimit kombëtar, e natyrisht ato mendime kaq të pjekura që ju përmendët i shërbejnë jo vetëm situatës aktuale, por shërbejnë edhe për një mbarvajtje jetë gjatë të kombit shqiptar në ato troje. Ju faleminderit. Qofshëndet, faleminderit për juve, përshëndes gjithë shiqësuesit e juaj, u dëshiroj sukses, uroj që të vazhdoni rrugën e mirë me afirmimin e kulturës tonë shqiptare, këtu në Amerikë, edhe me ndikimin e punën e mirë të komunitetit përgjithësi. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, komuniteti shqiptar këtu në Michigan, si gjithë diaspora, gjithmonë jeton me fatet e vendit si në Shqipëri, si në Kosovë, por kohët e fundit edhe në kuadër të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës dhe të gjyqit që po zhvillohet në Hag kundër liderëve të UÇK-s, u pa një mobilizim i mbar shqiptarëve kudo që ndodhen në mbështetje të krerëve të UÇK-s që janë në gjyq në Hag. Kam këtu një aktivist të shquar të komunitetit të Fondit Humanitar Rapsha, profesorin e nderuar Anton Lajçaj, i cili na ndodhet shpeshherë në për emisionet tona. Por sot e kemi për këtë qëndrim. Është një qëndrim pak a shumë mbar kombëtar i gjithë shqiptarëve në mbrojtje të dinjitetit të luftës shkrimtare të popullit shqiptar të Kosovës. Radhë parë duhet të falenderoj juve për intervistën, sa i takon lidhje me çështjen e angazhimit të shqiptarëve, gjithësisht bashkë shqiptarëve, kudo që janë, për lirimin e komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë mendoj se çdo shqiptar do të jetë pro asaj kërkese dhe unë mendoj dhe besoj se ata janë pa drejtësisht të ndaluar dhe të mbajtur në para burgim tash afër 3-4 vitesh dhe me veprimet që ajo gjykata është duke realizuar kundër këtyre 4 drejtuesve të UÇK-s është pa drejt, sepse në një farë mënyre këtu kësaj bie që viktima, do të thënë, të tjetë ai që i shpagon të gjitha fajet në vend që agresori, që është në këtë moment dhe atëherë ka qenë, do të thënë, Serbia, ajo hellvallë për rreth, kurse ata që kanë mbrojtur vendin e vet, kanë mbrojtur trojet e veta në vendin e vet, pra duke mos shkelur askënd, do të thënë sonde rrinë në burg. Unë shpresoj dhe besoj sado që e zymt kanë qenë dhe sado të pa drejta kanë qenë ato deklaratat e prokurorëve, duke pretenduar që ata duhet dënohen nga 45 vite, thosë janë duke ju ndarë një pjesë tokë të gjithëve me vite njëjta, do të thosë është një pako e të mirave, jo burgosje. Besoj që gjykata
speciale, do më thënë gjyqtarë do të marrin një vendim pozitiv për lirimit të komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse kjo përveç se do të ruaj dignitetin veprimtarisë dhe luftën e drejtë shqiptarët të Kosovës, kjo faktikisht do të na mbaj edhe ne si shqiptarë, do më thënë, të ndihemi mirë, sepse vërtet është një padrejtësi shumë e madhe që ata që kanë drejtuar luftën dhe kanë marrë pjesë drejt për drejt në luftën shërimtare, ata sot vojnë dënimin në për burgjet e Hagës dhe një kohë që, siç e thash edhe më parë, ata që vetë ishin agresorët, vetë ishin kriminalët, vetë ishin ata lunuesit e femrave shqiptare, lunuesit e fëmijëve tonë, vrasësit e të parëve, baballarëve tonë, do më thënë ata janë duke vazhduar dhe duke shijuar jetën në për vendet më të mira të botës, qoftë edhe në Serbi. Pra, unë mendoj dhe besoj se duhet bëhet më tepër ndoshta intervenimin këtë pikë, prapë themi do të presim, do më thënë, vendimin e gjykatës, nuk jemi ata që duhet, do më thënë, të humbim besimin akoma, por derisa të vinë deri tek vendimi i gjykatës, shpresojmë dhe besojmë se e drejta dhe e vërteta do të dalin dritë dhe ata do të lirohen. Do të them po ashtu disa fjalë lidhje me gjykatën speciale. Unë personalisht në kohën kur janë bërë debatet në Kuvendin e Kosovës për formimin e asaj gjykate, pra e kom pas një parandjen shumë të keqe se neve do ta pesojmë dhe aty ka një hilje. Tash hilja ka ardhur ndoshta jo nga vetë ata që kanë kërkuar me u formua, por nga ata që, domethënë, nga ata që kanë iniciuar që të vihet, domethënë, në kuvend dhe të marrin bekimin dhe qetësisht votën e kuvendit të Kosovës dhe në të njëjtën kohë, domethënë, të paguajnë ata të cilët ndoshta nuk, jo ndoshta por 100% nuk e meritojnë, por ama nuk e kanë menduar se do të arrijnë deri në këtë pikë që ata vetë do jenë të parët që do të përfundojnë në atë gjykatë. Pra, unë në vend që gjykata e Hagës, domethënë, të merret me kërkimin merret me gjykimin gjithësisht me hetimin e krimeve që janë bërë në Kosovë nga serbët apo nga kombet tjera që kanë mund të qenë edhe siç janë Magjup apo tjera kombe që kanë jetuar në Kosovë që kanë bërë gjenocid në Kosovë dhe të merret me kërkimin e njerëzve të humbur të cilët janë me mira që asot familjarët e tyre nuk e dinë se ku i kanë vorret dhe në vend që të merret me ata të cilët e shkaktuan krejt këtë gjenocid, merret faktikisht me ata që ishin mbrojtësit e vendit. Edhe njëherë duhet të them që shpresoj dhe besoj se do të kenë drejtësi dhe për mua, për mendimin tim, domethënë çdo dënim përveç asaj që i takon lirimit të 4 anëtarëve të kryesisë dhe të kthehen në familjet e tyre, të kthehen Kosovës, domethënë çdo vendim tjetër për mua është vendimi i padrejtë. Tashti njeriu ka mendime, ndoshta opinione të ndryshme sa i takon realizimit të asaj gjykate, si erdhi deri te ajo gjykate, kështu me radhë, domethënë ajo është një temë që mund diskutohet ose është diskutuar edhe më parë, por në këtë pikë me do e mos, ne si shqiptarë nuk do të ndalemi dhe nuk do të hezitojmë që të kërkojmë që komandantët e nderuar të ushtrisë shqiptare të Kosovës të kthehen në Kosovë dhe të kthehen pranë familjeve të tyre, të shërbejnë vendit tyre dhe të shërbejnë, domethënë, shtetit për të cilin dhe kanë luftuar. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve.